Ky është nivel tjetër i intimidimit e i presionit që u bëhet deputetëve. Albulena Haxhiu ka qenë ministre e mirë, pse mos me bëj ministre prap? Çfarë hajvonësh? Kryetari i Lëvizjes Vetvendosje Albin Kurti e ka thirrë për takim kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, për m'ia bën numrat për qeverinë. Ky nuk është, ku me di çfarë lajmi, se është normal me thirr kryetarët e partive, po çka është lajm është dita e djeshit. Kushtet që i ka kriju Kurti para se mi thirr kryetarët e partive tjera, në këtë rast Lumir Abdigjikun. Albin Kurti të shfrytzu detyrën e vetë si kryeministër në detyrë, e ka thirr Këshillin e Sigurisë Kombëtare dje, nga ku doli si konstatim se Serbia po e pengon konstituimin e institucioneve të Kosovës. Nga atë mesazhi doli i qartë. Kushdo që se voton Lëvizjen Vetvendosje, Albin Kurtin për kryeministër, Kurtin 3, qeverin Kurti 3, është i kapur prej Serbisë, se po e pengon qeverin Kurti. Ky është nivel tjetër i intimidimit e i presionit që u bëhet deputetëve, e që i bëhet krejt atyre që kundërshtojnë qeverin Kurti 3, e që shëdim me zgjedhjet e 9 shkurtit, shumica shqiptare votat i ka dhënë kundër qeverisë Kurti 3. Po tash kemi komunikat të qeverisë, kemi dokument që ka dalë prej Këshillit të Sigurisë Kombëtare se Serbia po e pengon konstituimin e institucioneve. Është nivel tjetër, nivel shumë i lartë i presionit dhe intimidimit që i paraprin thirrjes së partive politike për me fol në lidhje me konstituimin e institucioneve. Dje, po ashtu, ministra në detyrë e drejtësisë Albulena Haxhiu me një status në Facebook gënjeu publikisht, edhe kjo me Serbi brenda, duke thënë se opozita e certifikoi listën serbe për me marrë pjesë në zgjedhjet e 9 shkurtit, që është gënjeshtër, sepse listën serbe e ka certifiku PZOP-ja, që është një organ i pavarur, shtetëror, dhe atë me fajin e qeverisë. Pse? Sepse PZOP-ja, para se me vendosa, me certifiku apo jo një subjekt politik, e kërkon një farë dokumentacioni në shtet, në institucionet e Republikës, në këtë rast në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme. Kur PZOP-ja ka kërku dokumentacion se është në rregull lista serbe për të certifiku si subjekt politik, në Ministrinë e Punëve të Brendshme që udhëhiqet nga Xhelal Sveçla dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme që udhëhiqet nga Donika Gërvalla, këto dy ministri nuk e kanë prodhu asnjë dokument që ja pamundësojnë listës serbe me marrë pjesë në zgjedhje. Çfarë dokumenti kishin mujt me prodhu këto dy ministri? Kur ka ndodhur sulmi në Banjës, ka pas, po besoj, prova të mjaftueshme dhe indikacione të mjaftueshme se lista serbe ka kontribu, ose njerëz të listës serbe kanë kontribu për me ndodhur sulmit terrorist. Këto dy ministri dhe qeveria e ka pas në diskrecion me shpall listën serbe organizat terroriste. Kur ka ardhur puna me mbajt zgjedhjet e 9 shkurtit dhe PZOP-ja i kishte kërku dokument këtyre dy ministrive, këto dy ministrit, veç ja këshin dërgu PZOP-s që kjo list, kjo subjekt politik, është shpall organizat terroriste, edhe kjo list nuk ishte certifiku dhe nuk ishte marrë pjesë në zgjedhje. Po Albulena Haxhiu, ministra në detyrë, gënjeu publikisht duke thënë se opozita ja mundsoi listës serbe pjesëmarrje në zgjedhje. Dje pam presionin e Albin Kurtit dhe Albulena Haxhiut me Serbi brenda, sepse numrat nuk i kanë kërka për qeveri, sepse e kanë bo bërlëg qysh në natën e 9 shkurtit, duke i qujt partnerët potencial hajvan. Çfarë hajvonësh? Ka kalu koha hajvanatit. Duke i prish punë me secilin partner potencial dhe tash presioni i vetëm që e kanë në dorë, cilin e prodhojnë, është me Serbi. Ju do të thëni se disa nga gjërat që i thonë këta janë të vërteta. Ashtu është, mashtruesit, jo veç politik, po secili mashtrues tjetër, nuk i thot 100 gënjeshtra, sepse është leta detektosh se është mashtrues. Po çka bën mashtruesi profesionist? Mashtruesi profesionist i thot 10 vërteta, i thot 20 gjysmë të vërteta dhe i thot 70 gënjeshtra. Këto
i mbledh dhe i bën një të vërtet të madhe. Pra për me të binë ty që ajo është e vërteta. Po çka do të me bot ti si qytetar i ndërgjegjshëm i Republikës është me ja dekonstruktu këtë vërtet madhe edhe me pa se cila në fakt është e vërteta e madhe. Sepse mashtruesi kur përballet me ato 70 gënjeshtra që i thot ndërkohë, për herë thirret të këto 10 vërteta, ta zëm se lista serbe ka marrë pjesë në zgjedhje, kjo është e vërtetë. Pa arsyet nuk t'i thot. Ose se Serbia e pengon konstituimin e institucioneve, edhe kjo është e vërtetë. Po i kiti edhe 60 deputet shqiptarë cilët mundesh mi bindë dhe me bot qeverinë, e këtë s'ta thot. Nejse, ju kisha kallëzu pak edhe thashë themet që po flitin qytet se qush ka mu duk qeveria e re, po tani e di që nervozoheni se thëni që Albulena Argjiu ka qenë ministre e mirë, e nisi reformën, pse mos me bo ministre prap, kështu që ma mirë nuk po foli, edhe Abdullah Hoti nuk e votën qeverin Kurti, thunë këta të LDK-s, e po flitë diçka tjetër në qytet, kështu që ma mirë për këtë temë njëherë nuk po flasim, po lexoni Nacionalin, dëgjoni Nacionalin sepse po bëhet interesant.